Mirëmbrëma të nderuar shikues, ja ku jemi ditën e hënë si zakonisht në Geopolitik në podcasti Okult. Para se të fillojmë emisionin, si zakonisht ju kujtojmë t'i bëni kanalit subscribe, është pa kosto, pa lodhje, pa mundime, pa persekutime, mjafton vetëm një klik atje ku thot subscribe ose ku thot abono. Njëkohësisht falenderojmë të gjithë sponsorat e emisionit ton, të cilët ndihmojnë në zhvillimin dhe aktivitetin normal të podcastit ton, i cili vazhdimisht vazhdon në ngritje. Jemi në 14.000 nënshkrues, abonent, sigurisht do të rritemi, do të shkojmë shumë shpejt 20.000 edhe 30.000 deri në fund të vitit tjetër. Sot në emisionin Geopolitik do të kemi të lidhur online nga Malajzia të ftuarin e përhershëm të emisionit ton special, zotin Olsi Azgjiu. Olsi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Aty është shumë natë tash, ja, është mesnatë ndoshta, ha? Jo, është ora 8 e akşamit. Po. Si të kanë ecë punët Olsi aty, qa bëhet aty në Malajzi? Pyesin nërë për ne këte, të pyesin për në Shqipëri këta kolegët dhe miqët aty? E njofin apo se njofin parë? Malajzia është vend shumë i vogël, sa që kur më pyesin nga jam, do mundohem që t'i bëj gjeografinë e botës që ta din se ku bie Shqipëria. Nuk jemi vend aq i rëndësishëm. Nuk këta të shkolluarit, thëmë, jo njerëzit e zakonshëm. Të shkolluarit e njohin nëpërmjet mediave zioniste, ja që imazhi i Shqipërisë është krijuar sikur është një parajs për turizëm, dhe faktikisht ka shumë fasanik malajzian, singaporian, kinez, që e kanë vizituar Shqipërinë, dhe do më thënë kur i tregoj se çfarë klike kemi në pushtet, habiten nga që miqtë izraelit Edi Ramës kanë krijuar idenë sikur Shqipëria është një farë Bahamasi në Evropë. Po në fakt këte nga Shqipëria, Olsi, se ti para pak kohësh ishe këtu, ishe edhe në studion time, ku hapëm goxha polemik, kishte disa njerëz që më theshin që tashi që ke marrë Olsin në mënyrë të vazhdueshme, ne nuk do të ndjekim kanalin të. Kështu që Ols ke filluar të më prishësh punë, por ndërkohë ma i shikoj në emisionet dhe ven nga 22.000, nga 25.000, nga 25.000 që do më dhenë i ndjekin si duket edhe ata që s'të duan, sepse duan të karikohen me mlef për të sulmuar ty anti-shqiptar, si anti-shqiptar që je. Unë ju them, ore, Olsi është islamik, ka umetin islam të parin, po edhe Shqipërinë e doj, thashun, dhe e ka mbas umetit musliman. Jo, më thonë, po duhet në fillim kombi, sepse, se kështu mendoj dhe unë, sepse fenë e ndron, kombin se ndron dot, mbi emrin dhe familjen nuk e ndron dot, fenë e ndron, nga kjo bësh, kjo, kështu që është mirë rëndësishëm kombi, dhe unë kështu mendoj, mirë po Olsi nuk mendon kështu, edhe ne. Prandaj jemi këtu që t'i çmojmë të gjithë, pavarësisht se si mendojnë dhe të ekspozojmë bindjet e gjithë secilit. Ndoshta 3 veta që më shkruajnë mua nuk do të shoh më largohen nga podcasti im, por ka të tjerë që mendojnë si Olsi, mund t'jenë 30.000, mund mos jetë asnjë. Ç'në si ka, ne jemi këtu që të sjellim nga të gjitha palët, pavarësisht se ç'a mendoj unë, nuk ka rëndësi se ç'a mendoj unë. Unë jam drejtuesi i emisionit, unë duhet të sjell tu copa Shqipërie, që njerëz të ngjashëm të shikojnë vetveten duke parë personazhet e ftuar në podcastin Okult. Olsi, çfarë të bëri ndonjë përshtypje kur u largove nga Shqipëria? Sigurisht ne jemi bisedues kritik dhe shikojmë gjërat që nuk janë realizuar siç duhet dhe kemi gjithmonë një mendim kritik dhe kritikat tona shërbejnë sadopak për të përmirësuar situatën në lidhje me njerëzit apo me diçka tjetër ku e diun, dhe është më mirë të kesh mendim kritik
sesa të mos kesh mendim fare ose më keq të jesh servil i veprimeve që bën qeveria, sepse këta krijojnë mundësit që të thellohen gabimet, të thellohet korrupsioni, të thellohet fuqizimi i shtetit kundër individit, pra të kthehet Shqipëria në një rend gjithnjëherë më shumë policor, sepse duke mos pasur mendim kritik përballë nga studiues, intervistues, opinionist, analist, gazetar, atëre ai shtet ka marrë fund. Olsi, për ty fjala, çfarë kishe dëshirë të thoje ndonjë gjë që të bëri përshtypje në Shqipëri, sigurisht jo për mirë? E para ishin sharjet masive që mora në emisionin që bëra me ju, por edhe atë që bëra me Muç Nanon. Faktikisht e Muçi e shtova pak dozën e provokimit, ku i thoja Muçit që 28 nëntorin unë e kam ditë vije dhe jo ditë feste, edhe sikur ke parë edhe në kanalin tënd, ashtu sikur të shanin ty, më kanë sharë edhe mua. Viles po lexoj ca komente, njëri të thot Çako si e fton këtë trucarin fundamentalistin e neverishëm Jazuxhi Didziun. Ka komentues të tjerë që thonë më quajnë gjak prishur, edhe po ka të tjerë që më falenderojnë, domethënë për të vërtetat që flas. Në një koment ty të kanë quajtur Çako je një mashtrues, kurse Jazuxhiu anti-shqiptar. Tani, puna është kështu që unë kam një problem, dhe këtë e them për shikuesit e tu. Unë nuk gënjej dot. Dhe puna është që kur unë flas për historinë e Shqipërisë, unë bazohem në dokumenta. Dhe dokumenta tregojnë që ajo që është mitizuar në Shqipëri si ai plaku i urtë që na shpalli pavarësinë etj, ishte një lojë e fuqive të mëdha. Dhe unë kur e tregoj historinë, unë nuk tregoj mitologjin që kanë ndërtuar shtet kombi, dhe ku pushtetarët, si për shembull ju e pat çfarë ndodhi 28 nëntor, krye armiku i shqiptarëve, Edi Rama, shkoi në Vlorë me Vjosa Osmanin, festoni 28 nëntorin etj. Pra, armiqt më të mëdhenj të shqiptarëve, sikur Edi Rama, e kanë monopolizuar të festë publike për t'i shërbyer pushtetit të tyre. Dërsa problemi im është se unë flas të vërtetën dhe unë e shpjegoj historinë ashtu sikur ka qenë, dhe në atë që bëra në studion tënde, por edhe në studion e Muç Nanos, unë tregoja se si Ismail Qemali ishte një vegël e austriakëve, por edhe e grekëve, të cilët e përdorën dhe kur mbaruan punë, pas 6 muaj që shndroi në Vlorë, e detyruan me pahir që të largohet nga Shqipëria dhe e lanë që të vdesi si syrgjyn rrugëve të Evropës. Pra, gjëja që më bëri përshtypje ishte ky mblefi që kanë shqiptarët ndaj historisë, ndaj të vërtetës, dhe padituria e madhe që ekziston në mesin e shqiptarëve, ku a thuash atyre të vërtetën, është tamam gjendesh në pozitën që Sokrati u gjend në Athinën e lashtë, pa i tregonte grekëve që ato idhujt që grekët adhuronin ishin të gjitha pralla, jo të vërteta. Dhe shqiptarët kanë pak a shumë atë smundjen e athiniotëve, ku ata nuk e pranojnë dot personin që i thot vërtetën. Tani, që nga emisioni i fundit që bëm bashk, ku folëm për paran digjitale, lajmi më i fundit që është botuar pasi unë lash Tiranën, është që Banka e Shqipërisë i ka dhënë licencën këtij grupit të çifutëve që do të krijojnë këtë bankën digjitale, bankë e cila do të menaxhohet nga një grup hajdutrish izraelit, ku këta izraelit do t'i marrin paran shqiptarëve, do t'i japin një aplikim në telefon apo një cop plastik dhe do t'i thonë
mos u mërzisni, na jepni neve lekët dhe mbani këtë copën e plastikës. Pra shqiptarëve po i vjen një sude numër 2, ku këta manipulatorët ndërkombëtar, hajdutrit ndërkombëtar që Rama strehon në vend, do t'i vjedhin shqiptarëve lekët, por sërish shqiptarët nuk arrin t'i kuptojnë këto gjëra. Janë pak a shumë njëjtit shqiptar të viteve 95-96, kur unë në atë kohë thoja shumë miqve të mi, mos fusni lekët e Sudja dhe këto firmat piramidale, se këto janë gjitha mashtrime. Shqiptarët nuk digjonin dhe humbën lekët e tyre. Pas vizitës time në Tiranë, unë u largova për në Azerbajxhan, ku mora pjesë në një konferencë mbi Azerbajxhanin perëndimor. Dhe surpriza ime më e madhe ishte që kur vizitova Bakun, në qendër të Bakut ishte një shesh që njihet ndryshe Shehidler Fiabani, dhe në këtë shesh ishin varret e disa shqiptarëve. Këta shqiptar i kam botuar edhe fotot e tyre, por do të bëj edhe një shkrim. Kanë qenë pjesë e ushtrisë së Islamit, që Enver Pasha themeloi në fund të luftës së parë botërore, bëhet fjalë në 1918, dhe me këtë ushtri Enver Pasha marshoi nëpër Anadol kundër rusëve, derisa arriti në Baku, Azerbajxhan, ku e çliroi Azerbajxhanin nga bolshevikët, nga dashnakët armen dhe britanikët. Ishte një surprizë shumë e madhe për mua që të vizitoj, të gjej varre kosovarësh, çamësh, të cilët kishin qenë pjesë e ushtrisë së Islamit dhe morën pjesë në çlirimin e Azerbajxhanit nga bolshevikët, në krijimin asaj që u njoh si Republika e parë e Azerbajxhanit, të cilët bolshevikët do ta pushtojnë më vonë. Kjo ishte pak a shumë, Fredi. Po, ndërkohë këto tralalaçkat që ka vënë ky ministre, kjo Delina Ibrahimi, ka hedhur një postim sot, edhe ka hedhur këtë, thot cashless Albania 2030, praktikat më të mira botërore drejt ekonomive cashless. Edhe ka hedhur këtë foton këtu. Një gërsher duke prerë 10.000 lekëshin. Normal, do t'i marrin lekët njerëzve. Këto tralalaçkat që nuk kuptojnë që janë duke i shërbyer satanajt me këta dhe duke ju hequr lirinë nipërve dhe mbesave dhe fëmijëve të tyre, thjesht të marrin atë rogën atje dhe domethënë janë gati të bëjnë pakt me djallin, çfarë të bësh. Ndërkohë, dhomat tregtare amerikane, kam një informacion të fundit, thotë që SBA i mbyll derën Ramës dhe ministrave të tij. Dhe si duket dhoma tregtare, dhoma amerikane, si duket ka bërë një deklarat, nuk e di, do ta shikoj më me vëmendje, po ma dërgoj një miku im këtë. Është ajo që unë e kam thënë me kohë që Rama nuk e kalon dot me oqeanin, kam mbi 3-4 muaj që e them unë, mirë po njerëzit nuk më besojnë, një pjesë e kuptojnë që Ramës është duke shtrënguar laku, kjo nuk diskutohet. Ai krijoi një grup të strukturuar kriminal ku ka bashkëpunuar dhe ka qenë kryet Dardhaxhiu bashkë me këta Dardhaxhint që anin darda dhe një pjesë të dardave të tyre, ja kalonin pjesën e Luanit, kryet Dardhaxhiut, i cili iqet si kur s'dinte gjë. Është si puna asaj anekdotës Olso që i than atij që i vodhën lopën, i than kishe faj, than. Edhe një moment erdhi njëri, erdhi tjetri, kishe faj, than, pse se rojte mirë, pse s'more një qenë, pse se lidhe me një kyç të fortë, pse se lidhe me kavo, kështu.
Edhe ajo një moment tha, po aman, tha, po ajo që i vodhi, kishte ndonjë çik faj apo s'kishte, tha, se gjithë fajin tha ma lat mua, tha. Pra, shqiptarët gjithmonë i akuzojnë, thonë, e ke fajin vet, që e zgjodhe, e ke fajin vet. Po mirë, tash këta që janë zgjedhur, kanë ndonjë çik faj dhe që vjedhin apo s'kan, apo të gjithë fajin e ka populli, patjetër duhet t'ja hedhin fajin popullit. Me atë svensk kryeministrin Arben, si e kishte ai? Ahmetaj. Me kryebashkiakun, Lali Pleun, me këtë svensk kryeministrën Belindan, me ministrat e tjerë që janë dënuar për inceneratorët, edhe me punonjës të tjerë, janë një grup që janë dënuar për inceneratorët, janë dënuar këta peshqit e vegjël, kurse ata që kanë marrë pjesën e Luanit, inceneratorët ende nuk është hapur mirë loja, se shkon deri ke kryet Dardaxhiu. Unë mendoj që shumë shpejt është duke ju mbyllur laku, sidomos mbas kësaj mbledhjes që u bën në Komisionin e Jashtëm të Kongresit, në Komisionin për Evropën, ku kryetari në Komisionit deklaroi aptas edhe me ata të ftuarit e tjerë që kishte aty kongresmen, u deklaruan lidhje me Ballkanin që për Shqipërinë u tha që sistemi i drejtësisë ka dështuar, u bën insinuata dhe akuza direkte për një bashkëpunim të segmenteve të qeverisë me kartelet e drogës, dhe unë mendoj, madje në dokumentin për sigurinë e Shtetet të Bashkuara, u deklarua se Evropa ishte duke vdekur, ishte në fazat e fundit, edhe një çerek shekulli, në qoftë se Evropa do të ecë me këtë trend për të pranuar emigrantët, për të zbatuar agjendat e LGTB-s, për të ndjekur linjën e konfrontimit me Rusinë, e tjera, do të çojnë Evropën drejt rënies së mëtejshme nga qenia më përpara e shteteve kryesore të botës që kanë bërë historinë në Evropë, dhe po dalin shtete të tjera si Shtetet e Bashkuara që kanë qenë, dhe BRICS-i, ku spikatin lidhje aleanca Kinë-Rusi, të cilat janë duke dominuar në hapat e para historinë e ardhshme të njerëzimit, duke krijuar një rend tjetër botëror. Dhe Shtetet e Bashkuara bënin thirrje që Evropa duhet të lëviz drejt partive nacionaliste dhe jo drejt partive globaliste që kanë drejtuar deri më sot Evropën për shumë vite. Dhe në këtë kuadër edhe Edi Ramës dhe të majtës në Shqipëri është duke i ardhur fundi. Nuk e di andan Olsi të njëjtën mendim me këto ngjarje që kanë ndodhur dhe perspektivën në lidhje me Shqipërinë, në lidhje me një fund të hidhur të Edi Ramës dhe të gjithë të majtës në Shqipëri. Por nga ana tjetër, në Shqipëri ka një rast specifik që ndërsa, sepse aty në Kongres u fol edhe për përdorin e drejtësisë për politik, duke goditur liderat e opozitës. U përmend dhe kjo. Dhe mendoj që në Shqipëri do të jetë pak më e vështirë për shkak se nuk po strukturohet një forcë e djathtë ku njerëzit të bashkohen për të larguar këtë të keqe që prej shumë vitesh po i zë vendit popullit frymën dhe po zbaton agjendat globaliste për skllavërimin e njeriut me pandeminë, me diktaturën digjitale e cila në Shqipëria ka qenë në avangard, me dokumenta digital dhe nga ana tjetër ku janë identifikuar gjurmët e gishtave për atë që sot po bëhet aq shumë protesta në Britani, dhe tashi për të qenë avangard në çështjet e vendosjes sistemit të kamerave në të gjitha autostradat e Shqipërisë, që ka filluar qysh në prill,
dhe tash i kërkojnë ta zgjerojnë këtë sistem kamerash ku njerëzit të humbasin lirinë e tyre, privatësinë e tyre, qysh nga momenti që dalin nga dera e pallatit tjetë e survejuar gjithë sistemi urban dhe rural i Shqipërisë. Njëkohësisht, një nga hapat pionere që po ndërmerr Shqipëria me këtë që thamë me Delina Ibrahimin e çajën to, është kalimin në cashless, atë që e përmendët dhe ju, pra kalimin drejt portofolit digital, ku në fillim do të tonë shko sa bukur portofolin do ta kesh tu, pse të mbash gjitha të portofol, ke telefonin, i ke gjitha këtu, asa bukura, besojnë i shkencës, dalin këto tralalashkat, unë i besoj shkencës, si ke vakcinat, unë i besoj shkencës, nuk i besoj Alfred Cakos, asolsi as e Gjiut asnjë, unë i besoj shkencës, dhe në fund pasaj shkenca, në qoftë se secin me hapin e komandantit, pra të radhës, që do t'jetë në krye të shtetit, në qoftë se flet diçka kundër për nivelin e ETS-ës ose për diçka tjetër që nuk je dakord me një veprim të qeverisë, ty portofoli digital të pritet. Po vazhdove të flasësh akoma, më vonë, portofoli digital do kaloj këtu me një mikrochip. Ky është projekti, plani. Pa do ta pranojnë njerëzit apo jo, nuk e dim. Është ajo që e the dhe radhën e parë ti Olsi me njohjen e fytyrës, kudo që tysh do të njihet fytyra, çdo veprim që do bësh do të bëhen ato veprimet nëpërmjet njohjes së fytyrës, veprimet financiare, ama the një fjalë kundër qeverisë dhe komandantit tënd, ty menjëherë portofoli digital këtu të del nga loja, të bllokohen të gjitha, dhe ti s'ke ku të hash, ku të pish, s'ke ku të lëvizësh, sepse në qoftë se ke kesh në xhep, s'pyet të mbyllur numrin e llogarisë, punë e madhe, bën veprime në të zezë, bën një punë, bën një diçka, i merr lekët dorazi, i mban këtu në xhep, e ke lirinë prap të pacunguar. Apo jo Olsi? Fredi, këtu ku jetoj unë në zonën e Genting Highland, që është pranë Kuala Lumpurit, kam shumë komshi që janë singaporian. Singapori është 4 orë, 3 orë me makinë larg nga vendi ku jetoj unë. Tani në këtë arsye pse këta singaporian e lënë Singaporin dhe vinë edhe blejnë banesa në Malajzi, është sepse Singapori është një shtet fashist, ku ti presupozohet që ti je skllav të punosh, dhe ajo që ka shkruar Delina Ibrahimaj për sistemin Pay Now dhe QR kodin është i vërtet. Dhe por muhabeti është që persona që punojnë cash, që kanë mënyrat e tyre se si punojnë, marrin lekët që i bëjnë në Singapur, i marrin, arratisen dhe vinë në Malajzi ku jetojnë të lirë. Pse arratisen? Nuk mund të lëvizin lirshëm me pasaporta aty? Jo, domethënë arratisen në sensin që nuk jetojnë në Singapur. Në kuptimin që ikin që ande, thash se mos ikin që ande. Jo. Vetëm se singaporianët me malajzianët kanë një sistem pa viza, edhe më duket qëndrojnë në përvendjen e njëri tjetrit deri 6 muaj pa e shkelur vizën. Dhe çfarë bëjnë shumë singaporianë që kanë cash, vinë, investojnë në Malajzi në mënyrë që të jetojnë të lirë. Rama me këtë budallaçkën Delina Ibrahimajn, me çfarë dua të sjellin këta cashless Albania, duan që ta kthejnë Shqipërinë në një farë diktature sikur është Singapuri. A di ti për shembull në Singapur ti nuk pi dot cigare në publik? Kur i takon në një vend këto Delina Ibrahima, këto që janë këto tralalaçkat, ju duket vetë sikur kanë fatet e njerëzimit mbi supe, fluturojnë, të thuash ti kush e ti, tamam. To janë budallaçka, këto janë sopa mishi. Çfarë po ndodh, idiotë komplet. Po janë sopa mishi me dy sy që Rama i vë aty për figurante dhe i thotë do hedhësh firmën. Sigur përdorte edhe Belinda, no? Domethënë që edhe po ndodhi që jam më ndryshe. Me Belinën e ka pak më personale muhabetin, po domethënë Rama është si pimp, domethënë nga eksperjenca që ka patur kur ka qenë në Milano, patur një shkrim ai që e ka shkruar se përpjekje e Fatos Lubonjës në vitin 93 më duket, me titull Lule Shqipo, Lule Djal, edhe tregonte punën që bënin shokët e tij, që ishin pederaste dhe i binin burrave gjithë ditën.
E thoshte mënyrë e mirë kjo, thoshte për të jetuar. Dhe Rama ka marrë këtë eksperiencën e këtyre pederastëve dhe pimpave me prostituta. Dhe pak a shumë edhe këto femrat që ai i fut në qeveri, ai ka atë eksperiencën e viteve 90. Po dalim te kjo para e digjitale. Domethënë, jetosh në Singapur është tmap. Njerëzit që jetojnë në Singapur jetojnë vetëm nga halli dhe një pjesë shumë e madhe e singapurianëve, nuk e di përqindjen, mund të jetë 20 apo 30%, të gjithë blejnë shtëpira në Malajzi. Është shteti malajzian i Johor-it që është në kufi me Singaporin, çdo weekend singapurianët arratisen nga i vend, se është vend diktatorial. Rama Rama nuk i bën vetë këto gjëra. Ramës ja thon, do ta kthej Shqipërinë si Singapuri. Kthehemi i Shqipërisë në një Singapur, do të thotë që shqiptarët nuk do të jetojnë më në Shqipëri. Dhe këto politika që ai sjell synojnë depopullimin e Shqipërisë. Se duke sjellur këtë sistemin digjital, ku pagesat do bëhen vetëm me QR kod, i bie që një shqiptar që fjala bie jeton në Belgjik apo në Gjermani apo në Holland, që i ka bërë legët si ka bërë, domethënë ka punuar në ndërtime dhe nuk e ka deklaruar fakta dhe i ka legët kesh, Rama do t'u ndaloj këtyre njerëzve hyrjen në Shqipëri, ja që ata me këto para kesh që i kanë bërë me gjakun e tyre, që i kanë ruajtur mënyra e tyre se si i kanë ruajtur, këta nuk do të funksionojnë dot në vendin e tyre. E para, e dyta, kjo deklarata që ka botuar Delina Ibrahimaj në Facebookun e saj, është pak fake news, sepse ajo pretendon që vende që nga Suedia deri te Danimarka dhe Hollanda janë cashless. Nuk janë cashless të vende. Singapuri nuk është cashless. Unë për shembull, nga që e kam hapur Singapurin, shkoj her pas here. Dhe kur shkoj si turist, unë përdor cash. Aty përdoret cashi, por është e vërtet që sistemi është digitalizuar aq shumë sa që ti nëse do ta blesh biletën e autobusit, për shembull kur unë shkoj në Singapur, kur unë e blej biletën e trenit, se ka tren Malajzia me Singapurin, ndahet nga 1 orë, nëse unë biletën e trenit me cash do ta blej $5 singapurian, nëse ke këto kartat digjitale singapuriane ti e blen për $3. Por nuk do të thotë që keshi është hequr në mënyrë totale. Keshi ekziston, por qeveria singapuriane, dhe për ata që nuk e njohin Singapurin, Singapuri është një shtet parti shtet. Sundohet vetëm nga një familje që kur u krijua sa banor ka Singapuri ose ofërsisht? Dhe çfarë territor? Singapuri ka një popullat rreth 6 milion banor, dhe domethënë hapësira e Singapurit është sa është Singapuri është i vogël, është pak a shumë sa Tirana. Domethënë është 735 km², është shumë i vogël. Por këta njerëzit janë shumë të urtët të nënshtruar, nuk ka pasur protesta dhe rebelime? Ka pasur protesta në vitet 60 ndërmjet malajzianëve dhe kinezëve, se Singapuri ka qenë qyteti i Malajzisë dhe Singapuri e mori pavarësinë nga Malajzia në 1963, 65 më bë ajo, më saktë, dhe kjo erdhi si pasojë e përplasjes ndërmjet kinezëve dhe malajzianëve. Malajzianët donin që Singapuri të ishte pjesë e Federatës së Malajzisë dhe të bindej ligjeve të saja, pasi malajzianët janë banorët autokton dhe kanë më privilegje, ndërsa të kinezët e Singapurit u rebeluan, nuk donin që malajzianët të kishin të drejtat e tyre dhe u larguan nga Malajzia. Që kur është krijuar Singapuri në 1965 deri më sot, aty sundon vetëm një parti, dhe kjo parti domethënë tani është djali i
i atij që ka qenë më herët kryeministër, që ka qenë Lee Kuan Yew, sot kryeministër është djali i tij Lee Hsien Loong. Është kjo familje që e sundon Singaporin që nga 1965, aty kur bëhen zgjedhje bëhen domethënë vetëm sa për sy e faqe. Është kjo parti që sundon, që fut në burg, domethënë është një nga vendet më të tmerrshme që një person mund kërkojë të jetojë. Për shembull në Singapur, po pive cigare publik, po hëngret çamçakiz dënohesh ose me gjob ose me burg. Gjoba është $500 e lartë. Pra është një vend ku ti nuk do të jetosh. Si nuk lejohet çimçakizi? Jo, nuk lejohet. Po. As cigaria në publik, po. Dënohesh deri në 2 vite po pive cigare në publik, po ti je përsëritës. Nuk lejohen edhe këto vapet. Nëse të kapin kur hyn në Singapur të bëjnë të kontrollojnë aty në kufi, po të kapën që sjell vape me vete, gjobisin të fusin deri në 6 muaj burg. Është shtet fashist. Edhe do të ardhurat përfshym si janë mirëqenia? Singapuri ka të ardhura më të larta se Malajzia, domethënë dollari singapurian me lekun malajzian janë pak a shumë 1-2 dhe kur dikush punon në Singapur merr pak a shumë 3 e rrogës që merr në Malajzi. Por në Singapur kjo para nuk është e mjaftueshme nga që çmimet janë të përpjestuara me rrogën. Për shembull, nëse merr $2,000 singapurian, dollari singapurian është pak a shumë njësoj me dollarin australian dhe kanadez. Ato $2,000 singapurian janë sikur të marrësh 2.000 ringgit në Malajzi, nga që në Malajzi çmimet janë shumë herë më të lira, 3-4 herë më të lira. Dhe kjo është arsyeja që shumë singapurian ndërsa punojnë në Singapur kanë bler shtëpira në Malajzi dhe natën vinë edhe jetojnë në Malajzi ose të paktën në fundjavë jetojnë në Malajzi. Megjithatë, dalim te puna e Delina Ibrahimajt dhe kjo që do të bëjë Edi Rama. Kjo është diçka shumë e frikshme nga që ndërsa është e vërtet që vende sikur Singapuri apo Suedia, Norvegjia kanë shkuar në këtë sistemin cashless, por këto vende i punësojnë njerëzit e tyre. Singapuri ka një numër shumë të madh punëtorësh të huaj, emigrantësh. Edhe është domethënë është një vend që përveç se domethënë ka punë për banorët e tij, merr edhe emigrant të huaj, ku numri i emigrantëve apo i rezidentëve të huaj në Singapur për 2020 ka qenë 2.5 milion veta. Pra, vende sikur Singapuri, sikur Suedia, është e vërtet që kanë ndërtuar një ekonomi cashless, se me ndërtimin e ekonomisë cashless nënkuptohet që të gjithë personat do kenë punë dhe shteti do kontrollojë rrogën e tyre, do t'i taksojë ata deri në qindarkën e fundit. Por Shqipëria nuk bëhet dot cashless, sepse para në Shqipëri, unë nuk e di sa është numri i papunësisë, por nëse futim edhe emigrantët që kanë hikur mund të jetë mbi 60 apo 70%. 2, ka shumë ekonomi informale. 3, shqiptarët si i bëjnë legët? I bëjnë legët duke u marrë me allishverishe, duke shetur drogë, duke punuar cash, duke gjetur mënyra nga më të punuar zezë, se ka shumë që s'bën allishverishe, po punojnë zezë, se janë pa dokumenta. Atë do të thotë, domethënë punojnë në zezë. Po jam Olso, do kem nevojë unë në shtëpi për të marrë një elektricist. Si ti them unë atij tash, hajde se do të ta bëj pagesën digjitale me telefon në numrin tënd të llogarisë. Ai do vi do bëj një punë aty $5 ose $10 do më lidh sigurisat atje mua, kupton? Unë ti them se s'ka lek kesh, do të bëj unë tash ty me kështu me do t'i dërgoj me map çik numrin e llogarisë të dërgoj $5. Kupton ose $10. Rama, ai mund të jetë një elektricist, ai mund të jetë një elektricist pensionist 70 vjet që vjen Rama, pse sjell këtë cashless system? Nuk është Rama, ja sjellin padronët e tij, Rothschildët që kanë sjellë pushtet. Ata duan që t'i pin gjakun shqiptarëve, edhe shqiptarit më fukara. Për shembull, kur isha në Shqipëri në korrik të këtij viti, Rama nisi fushat mbar kombëtare
duke goditur fshatarët që shisnin qumësh katundari. Dhe në atë kohë unë isha në Tiranë, në zonën e Freskut, kam vuajtur një ditë me dhi gjeta që të bleja qumësh katunari. Dhe kur isha në Korik, por edhe tani që isha në Shqipëri, bëra foto të bidonit qumshit, edhe i konfesoja, si thuhet në Shqip, si thuhet confession në Shqip. I rrofeja policisë antiterrorit, edhe i thoja që sot kam bërë një krim se kam bler qumësh katunari pa kupon tatimor. Rama pse do ta sjelli? Nuk është Rama, bëjmë gabim që themi Rama. Rama është thjesht kukull, por padronët Vionis të Ramës. Pse ata e sjellin këtë, do të sjellin këtë lloj sistemi për cashless, sepse ata nuk duan që unë të blej qumësh katunari pa kupon tatimor, sepse ai zionisti që ka marrë në kontroll paratë e shqiptarëve, që është familja e Rothschildëve në Francë, ta duan që edhe lopa e shqiptarit, kur të bëj qumësht, ti paguaj taks zionistëve të Izraelit. Ata duan që edhe katunari shkret që e rrit lopën me mund, kur ta marri bidonin me qumësht dhe të ma shesi mua, të taksoj fshatarin. Ai prandaj do që edhe atë hidraulikun që ti do sjellësh në shtëpi, që të rregulloj çesmën, edhe atë ta rrjepi. Pra, mbrapa kësaj ides për një cashless Albania 2030 që këta kriminal dhe Quisling, se kjo Dalina Ibrahimaj, sigur edhe Edi Rama, në qoftë se një ditë bie regjimi zionist në Shqipëri dhe në Evropë, ka njerëz do jenë tradhtarët e kombit. Shqiptarët do t'i bështyjnë këta njerëz. Këta duhen varur në sheshi Skënderbeut vetëm për pandemin. Çfarë bën këta që i detyruan shqiptarët të bënin vaksina? E keni bërë vaksinën? Hajde shpejt ta bëjmë. Ju theshte ajo budallashka tjetër. Ajo çeka ajo Manasirliu. Bashkë me këta, ky Lali Pleu ja bënte, po serdi Mali ke Muhameti, Muhameti ke Mali, do vi Mali ke Muhameti, ja bënte, do vi unë me vaksinatorët, ja bënte shpi më shpi edhe çdo t'ju bëj, me dhunë do t'ju bëj, do t'ju fus në trup gjëra që njerëzit nuk i duan. Also, mirë vetëm ta mbaroj, domethënë po thoja sikur të bjerë ky rendi botror, zionistët izraelit kanë instaluar, Edi Rama me Delina Ibrahimin do përfundojnë sikur Benito Mussolini dhe dashnori e tij Clara Petacci që u varën në mes të Milanos. Dhe nga që ka njerëz janë tradhtar, të duhet të tregojmë shqiptarëve. Këta janë armiqtë e Shqipërisë, armiqtë e shqiptarëve, se domethënë pse duan sjellin këta cashless Albania 2030-ën. Pse Edi Rama do që të tatoj atë katunarin e shkret që shet bidonin me qumësht që të ushqej fëmijët. Ai shkreti lufton për të mbijetuar, për të bërë një copë bukë, dhe këta ja bëjnë të thikën në fyt edhe atij fshatari dhe i thonë që ose do paguash bankierët zionist që mbajnë Ramën pushtet, ose ne do të shkatrojmë. Dhe kjo është mbrapa kësaj projektit Albania Cashless 2030. Në Francë ka filluar gjërësisht printimi mishit me printer nga fabrika, po i zhdukin lopët, po i vrasin, nuk duan të lënë tanë gjëra organike njerëzit. E realizuan këta në Hollandë pjesërisht, e realizuan në Gjermani, në Angli nuk po mundin do të realizojnë me forca dhe me dhunë, sepse Anglia është populli britanik është populli më brillant që mund të ketë. Ju ofruan drogën, nuk e u pranovi. Ja u quan Amerikanëve, Amerikanët e morën drogën. Shoqëria amerikane u drogua, sidomos këta banorët me ngjyrë. Sot ju ofrojnë diktaturën portofolin digital, ata nuk e pranojnë, janë ngritur në protestat të mëdha, të fuqishme, janë në avangard të rezistencës botërore. Dhe fuqia e tyre dhe rezistenca e tyre po shërben si një frymëzim për të gjithë popujt e tjerë të Evropës, të cilët dhe ata kanë filluar të reagojnë në Itali, po reagojnë shumë në Gjermani, po.
meqense jemi te britanikët, duhet përmendim edhe këtë gjë tjetër që gjatë kohës kur Netanyahu kryente gjenocid në Gaza, kanë qenë qytetarët e Londrës, ata që pranonin të arrestoheshin me qindra në ditë nga policia britanike dhe nuk ndalonin protestat. Po. Ndërsa dalim te rasti i shqiptarëve. Shqiptarët jo vetëm që rinë urt ndaj këtyre që po i bën Edi Rama dhe bankierët zionistë, po një lajm tjetër i turpshëm që unë mendoj që duhet ta kuptojnë këto gjëra, mo ja u themi neve dhe prap fillojnë bën komente, thonë çfarë thon këta të çmendurit. Një moment, ka që nuk i kuptojnë, por ka të tjerë që janë quisling. Dhe duhet përmend lajmin e javës kaluar, që ka kaluar në Heshtje, ku ambasada izraelite ka marrë një numër gazetarësh kamikaz nga Shqipëria dhe i ka çuar në Izrael për të bërë reportazh për të justifikuar gjenocidin e Izraelit kundër palestinezëve. Kanë marrë Endri Xhapon, Arbër Hitajn, Arkin Kreka, redaktori Top Channelit, Leonard Përqukun nga Gazeta Express, Lorik Arifaj, Visar Loçin, Berat Buzhalën, Esenka Meleqin nga Euronewsi, Ushtrim Sadikun, Salit Doçin, Bars Tublën, Arjan Isajn, Jonida Shehun, Ledion Krisapin dhe Tatjana Guberajn, ku gjitha gazetarë me paturpsinë më të madhe kanë legjitimuar krimin dhe gjenocidin, vrasjen e rreth 100.000 njerëzve që regjimi Netanyahut ka bërë gjatë luftës fundit. Ta që kanë shkuar janë thjesht sa mjeran të vegjël që në fund të ditës do t'i japin llogari për karmën e tyre tek i madhi Zot. Megjithëse shumë nga këta besoj janë ateistë dhe nuk besojnë, por mos harrojnë që ka një karmë për veprime të rëndësishme që ne bëjmë në jetë. Në Palestinë ka pasur genocid dhe ne duhet ta themi me plot gojën, ashtu siç e thonë gjithë mendjet dhe shpirtrat e mëdha liberale në botë, të cilët nuk bëhen konformist dhe nuk janë antisemit absolutisht, madje nuk urrejnë askënd, por e vërteta është e vërtet. Ashtu siç ne kemi mbrojtur çifutët në kohën e luftës dytë botërore nga genocidi që është bërë, ashtu ne mbrojmë popujt e tjerë nga genocidi që po ju bën shteti sionist i Izraelit në lindjen e mesme, siç janë Libani, siç janë Siria, siç janë popujt e tjerë të rrotull rajoni, Tirani, siç janë Iraku, e tjerë që egjiptianët më përpara që po goditen nga shteti i Izraelit. Olsi, të kalojmë një çik pak minuta që na kanë ngvetur. Sot është një vjetori i largimit nga pushteti i Asadit, nga Siria, i Bashar al-Asadit, presidentit të Sirisë, pas një konflikti të shpejtë dhe jo shumë të përgjakshëm të ditëve të fundit flas, dhe njerëzit shtangën dhe u befasuan pasi Asadi kishte përballuar një luftë të tmerrshme në vitin 13-14 dhe u duk sikur e rimori fuqinë dhe filloi të kontrollonte gjithnjë më shumë pjesë dhe territoret më të gjera të vendit. Mund të na sjellësh një çik nga retrospektiva, nga ato që kanë kaluar, një kujtesë të shpejtë për disa minuta, çfarë ndodhi dhe pse ra Asadi, e para dhe e dyta, si është gjendja e Sirisë sot dhe çfarë problemesh ka sot në Siri, cilat janë objektivat e qeverisë siriane, fuqitë e saj, cilat janë objektivat e Turqisë që ka hyrë nga pjesa veriore ose verilindore e Sirisë, Izraeli që ka marrë territore nga jugu i Sirisë dhe njëkohësisht Irani, i cili ka qenë aleat i afërt i Sirisë dhe
konfliktet fetare që ndodhin sot midis popullatave të ndryshme të Sirisë. Ju si njohësi mirë i këtyre ngjarjeve dhe i këtyre territoreve myslimane, mund të tregoni diçka për shikuesit e podcastit ton. Fjala për ju, Olsi. Tani, sot është 1 vjetori i rënies së presidentit Bashar al-Assad. Qeverisja e Asadëve në Siri me babain e tij Hafez al-Assadin dhe me Basharin shkon disa dekada. Babai i Asadit, që ka qenë presidenti i Sirisë, që e sundoi Sirinë që nga viti 1971 deri në 2000, ka qenë një nga udhëheqësit e fundit arab, i cili nuk pranoi kurrë që të bëjë paqe me Izraelin dhe mbështeti palestinezët. Me vdekjen e Hafez al-Assadit në pushtet do të vijë djali i tij, Bashari, i cili do ta mbajë pushtetin deri në vitin 2024. Tani kur presidenti Obama nisi projektin Sycamore dhe nisi atë që njohet si pranvera arabe, nga një nga shtetet arabe që u goditi pari dhe në mënyrën më brutale do të ishte Siria. Në 2010-2011, miti turk, muhabarati saudit, CIA dhe Mossadi nxitën grupet vehabiste në Siri për të rrëzuar Basharin. Po Bashari nuk do të bjerë nga pushteti fal ndihmës ruse dhe iraniane, por çfarë ndodhi është në 7 tetor të vitit 2023, kur Hamasi kreu sulmin spektakolar dhe theu ushtrinë izraelite, duke marrë rreth 1000 pengje, është që Izraeli ju përgjigj kësaj fitore spektakolare nga milicia e Hamasit me gjenocid. Dhe gjenocidi izraelit do të vazhdojë deri në datën 5 tetor 2025, faktën zyrtarisht, edhe pse Izraeli vazhdon bombardimet deri tani, ku në një luftë që zgjati saktësisht 2 vite, lufta më e gjatë në historinë e Izraelit, Izraeli jo vetëm që kreu gjenocid, duke vrarë rreth 100.000 njerëz në Gaza, dhe këto vrasje, sikur thash më herët, justifikohen nga këta mercenarët që merr ambasada e Izraelit dhe i çon Izrael, por Izraeli me gjithë amerikanët. Janë edhe një grup politikanësh që janë në mbështetje, kanë hedhur ca firma, kanë parë në këto rrjetet sociale. Po. Dhe domethënë Izraeli përveç luftës kundër Hamasit, së bashku me amerikanët dhe me NATO, e përshkallëzoi konfliktin, sigurisht ju e përmendët, duke bombarduar Libanin, Sirin, Irakun, Yemenin. Izraeli me mbështetjen e gjithë aleancës natoiste arriti suksese të mëdha. Suksesi më i madh do vi në shtator 2024, kur ai do vrasi Hasan Nasrallahun, që ishte kreu i Hezbollahit. Më herët kur do vrasi Ismail Haniyehen, kreun e Hamasit në Teheran, dhe presidentin e Iranit Ibrahim Raisin, dhe Asadi ishte guri i fundit i asaj që njihet si boshti i rezistencës. Rënia e Asadit në 8 tetor të vitit 2024, unë kam bërë edhe emisione për këtë, dhe dokumente që janë botuar më mbrapa, u pa që Asadi u trahtua nga rusët. Pati një marrëveshje ndërmjet Putinit edhe Trumpit, ku u ra dakord që Trumpi do të jepte fund luftës në Ukrainë dhe në shkëmbim Putini do i dorëzonte Sirin amerikanëve, me kusht që të mbante bazat e tija ushtarake në Tartus dhe në Latakia. Dhe rënia e Asadit që ndodhi në datën 8 dhjetor i vitit 2025, ku Al-Qaida me Ahmed Sharrën apo Abu Muhammad al-Jordani 2024 ulshua që nga Idlibi, ku mori Alepon, pastaj mori Hamën, Homsin, derisa erdhi në dyert e Damaskut. I gjithë dorëzimi ishte i organizuar nga divizioni 5 i ushtrisë siriane, ku komandantët e këtij divizioni ishin nën komandën e GRU-s ruse, e shërbimit sekret rus.
në një intervistë që një nga kahu i djathtë pak a shumë i Bashar al-Assadit, një shtetas turko-sirian me emrin Mihraç Ural, ka dhënë në vitin 2024, ai tregon që inteligjenca ruse i dha urdhër generalëve sirian që mos të rezistojnë. Iranianët që ishin aty u pren në bes dhe nuk ju tregua asgjë. Dhe në dhjetor në Damask hyri divizioni 5 i ushtrisë siriane, të cilët komandoheshin nga rusët, ku ju kërkua ushtrisë siriane që të mos bëj rezistencë. Bashar al-Assadin rusët e morën me helikopter, e çuan në Latakia, duke gënjur dhe duke thënë që kur shkojmë në Latakia aty do të vazhdojmë rezistencën kundër këtyre xhihadistëve të Al-Qaidës. Në Latakia Assadin e arrestuan dhe çuan në Moskë. Ku deri në këto momente Assadi mbahet në arrest shtëpiak. Ky ishte një pazar, ishte pak a shumë sigur marrëveshja Ribbentrop-Molotov ndërmjet sovjetëve dhe Hitlerit, ku sovjetët me Hitlerin, me Gjermaninë ranë dakord që do ndanin Poloninë. Dhe kjo është pak a shumë një marrëveshje sekrete ndërmjet Putinit edhe Trumpit, ku u ra dakord që ne do ju japim juve Sirinë, do heqim Bashar al-Assadin, që ju të mbani tokat e pushtuara në Ukrainë. Dhe ju do na lini Ukrainën. Tani, rënja e Basharit i ka bërë një dëm shumë të madh rezistencës palestineze. Qeveria terroriste e Al-Qaidës që ka ardhur në pushtet në Damask, ku këtë Ahmed al-Sharën e fret që ishte një terrorist që amerikanët kishin dhënë $10 milion për kokën e tij, kurse tani Trumpi e pret në shtëpinë e bardhë dhe e lyen edhe me parfum. Është një nga fitoret më të mëdha gjeostrategjike për Izraelin që nga krijimi i tij. Ka që Siria, që ishte vendi i fundit arab. Çfarë simbolike mund të kishte parfumi Olso, si e përkthen ti? E ke menduar ndonjëherë pse? Nuk e kam menduar fare, por duhet të them që çka ka ndodhur me ardhin e Ahmed al-Sharës. Ahmed al-Shara është kthyer në një sklav të bindur të Izraelit, biles gjatë luftës 12 ditore që ndodhi me Iranin në qershor të vitit 2025, Siria u rreshtua me Jordanin, me Arabinë Saudite për të mbrojtur Izraelin. Siria ka mbyllur të gjitha organizatat palestineze që ekzistonin deri më tani në Damask, organizata që nga Hamasi të Xhihadi Islamik të Fronti për Shlirimin e Palestinës e tjerë, ka arrestuar dhe ka vrarë shumë palestinezë, ka dëbuar dhe vrarë shumë ushtarë të Hizbullahit, dhe në këto momente që ne flasim, Libani me Hizbullahin që ishte qendra kryesore e rezistencës kundër Izraelit është në kaos, dhe Hizbullahi nuk po arrin që ta rimari veten për të vazhduar rezistencën kundër Izraelit. Rrëzimi i Assadit në dhjetor të vitit 2025 do të ishte guri i fundit i shahut që zionizmi botror do të shkatronte përpara se të godiste Iranin. Goditja e Iranit erdhi 6 muaj pas rrëzimit të Assadit, pasi izraelitët u bindën që nuk ka më rezistencë arabe për rreth tyre për të goditur Izraelin. Dhe pasi rrëzoi Bashar al-Assadin dhe ndryshoi regjimin në Siri, besimi i Netanyahut ishte se ai do të arrinte që të rrëzonte regjimin edhe në Iran, por në luftën 12 ditore Zagari Çifut u detyrua që të tërhiqet, duke u përballur me sulmet masive raketore nga ana e Iranit. Por lufta vazhdon akoma deri në këto momente, edhe pse Siria është në regjimin Quisling të Ahmed al-Sharës, edhe pse Izraeli vazhdon deri në këto momente të vrasë palestinezë dhe u ka marrë gjithë pengjet palestinezëve. Izraeli vazhdon me bombardimet e Libanit, me bombardimet e Palestinës, dhe ndërsa Izraeli nuk guxon që në këto momente ta bombardoj Iranin, pasi e pa kundërpërgjigjen iraniane, Izraeli u bën rreth 8 muaj që është me gjithë amerikanët që po përdorin armë
the weather technology, teknologjinë e manipulimit të kohës. Domethënë të shirave. Për informacionin e shikuesve tuaj, në Iran ka 8 muaj që nuk bie shi. Dhe në Iran, në Teheran, domethënë njerëzit mezi marrin frymë. Njerëzit mezi kanë ujë të pishëm, nga që pasi Izraeli e pa që në luftë konvencionale nuk ka çfarë t'i bëjë Iranit, dhe Irani tregoi që është shumë i fuqishëm dhe i rrezikshëm, dhe që ata, domethënë Netanyahu u detyrua që të kërcënoj Trumpin që ta fusi Amerikën në luftë për të bombarduar stacionet nukleare iraniane, ose për ndryshe Netanyahu i tha Trumpit që ne do godasim me bombë atomike, por ndërsa lufta konvencionale ndërmjet Iranit dhe Izraelit në këto momente ka ardhur në armëpushim, lufta kundër Iranit vazhdon non-stop dhe Izraeli me gjithë amerikanët kundër Iranit janë duke përdorur armë të tjera. Njëra është arma e kohës, domethënë ta po manipulojnë kohën. Modifikimit të motit. Faleminderit se nuk e gjeja fjalën. Me modifikimin e motit, vendet fqinje arabe që nga Kuvaiti, Arabia Saudite, Kurdistani në Irak, Emiratet Arabe janë duke domethënë sa shohin re, shkojnë edhe i godasin ret me këto avionët që i hedhin squfur, i hedhin kripra, që t'ua marrin shiun dhe shiu mos shkojnë në Iran. Pra ka 8 muaj që nuk bie shi. E kupton çfarë tmerri është? E dyta, Irani vazhdon në sanksione masive. E treta, Izraeli duke përdorur agjentët e tij që nga mujahidinët iranianë që ne strehojmë në Shqipëri, deri te grupet terroristësh të afiliuar me monarkun në emigrim Reza Pahlavin, organizohen sulme kibernetike, terroriste, manipulime, infiltrime kundër Iranit me qëllimin që të sjellin përmbysjen e regjimit. Megjithatë, sulmi i qershorit ishte një dështim i madh për Izraelin, ndërsa Izraeli arriti që me tradhti të ndryshoj regjimin në Siri, duke përdorur vehabistët dhe urrëtin e tyre kundër shiitëve, bektashive e të tjerë, ndërsa arriti që ta shkretëtoj jugun e Libanit dhe të kryejë gjenocid në Gaza, ndërsa Izraeli ka nisur një kundër ofensiv mediatike, se domethënë Izraeli arriti që të bëjë gjenocid në Gaza, por njerëzimi u çua në protesta, dhe kjo që unë përmenda më herët, ky grupi i gazetarëve, sikur Altin Kreka dhe Ledio Krisafi dhe këta të tjerët që po çohen në Izrael, ta janë pjesë e luftës psikologjike që Izraeli bën për të krijuar, domethënë një kundër përgjigje ndaj qytetërimit njerëzor, ndaj ne shqiptarëve, evropianëve dhe gjithë popujve progresiv, të cilët denoncuan gjenocidin izraelit. Por do të them që në këto momente çfarë që kemi 1 vjetorin e rrëzimit të Asadit, rrëzimi i Asadit është një humbje e madhe për botën e lirë, për botën islamike, për Palestinën, për Iranin, për rezistencën e popujve të shtypur kundër kolonializmit izraelit. Megjithatë, lufta vazhdon. Dhe lufta ka shumë fronte, dhe edhe kjo që ambasada izraelite bën në Tiranë, duke marrë gazetar mercenar sikur Endri, Gjafo, Arber, Hitaj, Altin Kreka, dhe duke çuar këta në Izrael dhe këta të mundohen që mundohen legjitimojnë gjenocidin e Izraelit. Kjo është pjesë e asaj lufte që vazhdon, që nga lufta e parë botërore, kur britanikët me deklaratën e Balfurit ranë dakord që t'u ashesin tokën e shenjtë hazarëve që morën nga Polonia dhe nga Rusia. Mirë, Olc, këtu mendojmë ta mbyllim bisedën. Na e ngri shumë kohë ajo pjesa e parë, sepse me Olcin kishim folur paraprakisht të flisnim pak edhe për çështjen e konfliktit midis Shtetet Bashkuara dhe Venezuelës, por për këtë çështje besoj që do të flasim ditën e njëjtë me të ftuarin e radhës që do të kemi ditën e njëjtë. Olsi, vetëm një gjë përpara se ta mbyllim, Fredo,
Kjo paraja digjitale që po sjell Rama me këtë Delina Ibrahimajn është pjesë e luftës globale të zionizmit kundër njerëzimit. Domethënë që nga propaganda që bën ambasada izraelite me këta Altin Krekat me kompani, që nga kontrollimi i paras së njerëzimit, se ky projekt nuk është vetëm për Shqipërinë, është global. Ta duan që t'ua marrin njerëzve lekët që ata mos kenë liri. Deri te bombardimi i Iranit kanë një armik dhe ky është zionizmi ndërkombëtar. Dhe viktimat nuk janë vetëm palestinezët, po jemi edhe ne, qytetarët e botës së lirë. Ashtu si dhe për vaksinimin e popullsisë botërore, është një dorë, institucionistët dhe është plani Agenda Rockefeller 2030, i cili ka 2 pikë synime kryesore të mëdha. Depopullim nëpërmjet mënyrave të ndryshme, i kanë shpallur luftë anës saciore të njerëzimit dhe atyre që do të ngelen kontroll nëpërmjet diktaturës digjitale, qyteteve Smart City, ku do përpiqen të grumbullojnë të gjithë njerëzit duke ushqyer me ushqime sintetike, me ADN sintetike dhe duke luftuar çdo gjë organike e cila vjen nga zonat rurale, nga kafshët, nga fshatrat, nga fermat. Pra i shpallur luftë fshatit dhe fermave. Ai eksperiment që u bë me Enver Hoxhën në vitet 70, 80, 90 ku u shkatruan kafshët dhe fermat private të fshatarëve, njëkohësisht edhe feja është duke u realizuar tani dora dorës në të gjithë popullsinë botërore nëpërmjet depopullimit dhe mbajtjes së një numri në kontroll dhe të mikrochipuar dhe të terrorizuar nëpërmjet shkatrimit pasaportës digjitale në rast rebelimi dhe në rast se ky rebelim përsëritet dhe shtohet edhe nëpërmjet goditjeve me valë dhe me frekuenca të forta me numrin e personalizuar të antenës RFID që do të ketë në trup dhe çdo person mund të pësojë goditje të rënda shëndetësore deri në vdekje në momentet e mesnatës. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë, duke ju uruar dhe njerë Olsit, faleminderit për pranimin e ftesës dhe miru pafshim në bisedat e tjera, Ols, të uroj gjithë mirat.